edhe kushdo që bën vepër të mirë në Kosovë, për këtë vend, duhet mi duar trokitë dhe duhet me e përkra. Veç që jeta në Kosovë, në qëtë qeverisje, nuk u kon asë një herë ma eronë. Nëse një mërgjimtari jemi, Fatlin Malaj, një megi jemi personal, më thotë që unë i kumë pagu 72 herë, nuk jeton në Kosovë. I ka shku faktura rrymës 670 herë. Unë nuk e di qysh, të ashtë i bashkë ta mërgjimtarë kanë me po për vitri, se qëfar gjene është ka jeton në Kosovë. Nëse një tabele veza e ki pas 2 euro, sot kushton 7 euro, kjo është realiteti janë. Ndërsa, kur flasim për rroga, pagën mesatare, unë nuk e di qysh ja kanë qitë të rëzin. Me thonë, jeta është për ju shkatru në vendin tani. Kemi 210.000 qytetarë gjithë në breziri që e kanë shu Kosovën për 4 vjetë. Nëse që kjo ka qenë qeveria e shpresës, unë nuk e di atër... Përparim Rama foli sonte, pikërisht duke fol për një status të Dejona Mihalit, edhe që ka tha për çështjen e UÇK-s, e përmendi, tha kush është Dejona Mihali me tregu se... Hajtë vida. Ta vendosin, për shembull, UÇK-ja, a qenë ka e mirë, a nuk qenë ka e mirë, njerëz, heroj tanë ose luftarë, Ramush Haradinaj, qenë ka me Sërbë, qenë ka me listën sërbe, njeri që ka luftu, njeri që ka plagë në trup vetë, këta vendosin. Kush po i tregon këtyne? Kush po i tregon këtyne, kush është i mire, kush është i keq, kush po vendos, apo merr vendim Dejona Mihajli, po m'duket, a kush po i tregon këtyne për popullin ton, kush qenë ka i mirë, kush qenë ka i pastërt, kush qenë ka i qiltër, kush qenë ka i korruptuar, edhe kujt duhet me i dhonë fonde, e kujt s'duhet me i dhonë fonde. Unë në veç një shamu për marrë nesër dhe del Ramush Haradinaj edhe dhe ta bëni veprim pro Albinit, që ta njerëz tonë që kemi me të parën dhe me thonë se këta po mendojnë që në këthyne lavatriqe kombëtarizmit. Tonë ve javë hekin tash dhe me thonë njollat, unë e posh vetëm me fatmirlimin, dhe me thonë kër ishin ato periullat apo enas po hen, dhe me thonë qysh e rikëthynë edhe e këthynë fillë, dhe me thonë pej bojlerit e molerit e qka po di gjone, pej lastrave. Jo po kone me këthy vlanin edhe njerë. Me parën, dhe me thonë. Që e konë komandant Qiliku. Po, dhe me thonë me parën, dhe me thonë këta këta zotniti e ka një përshtypje në kryjt e vetë që këta konë kanë qef, dhe me thonë e këthejnë e ero, konë kanë qef e këthejnë tratar, konë kanë qef e bojnë barë, konë kanë qef e bojnë zi. Dr. Haradinaj, a ka pas përpjekje me bo një koalicion VV-AK? Ka pas përpjekjet njanshme. Të VV-s? Po, dhe vetëm të njanshme, por nuk ka pas vullnet për shkak se jënë ato qëndrimet tona që i kemi pas strikte. Për koalicioni po flasim. Për koalicion qeverisë. Për qeverin Konjufca apo Kurti? Për Konjufca po flasim, po ka pas personalisht një pjesë të mirë të vetëvendosjes, kom kontakte, kom raporte, kom shok shumë në vetëvendosje. Qofshin deputet, në ekzekutiv, dhe kjo nuk na bën ndryshe, sepse nëse ai mendon ndryshe krahazuar me mua për leadership është diçka tjetër. Jo po thoni që vetëvendosja ka tregu interesim me bë koalicion me ju. Unë mendoj që vetëvendosja ka tentuar me gjithkohë, po jo në nivelin e leadershipit. A ka tentuar në Zir Kroku me u afru në raport me ju, për me u afru? Me të drejtën unë e njoh familjen e Nezir, personalisht Nezir nuk e njoh. Është një familje tepër respektueme dhe është një familje që na e qmojmë shumë në rajon, andaj se jemi veni vogël e njohim njërin tjetrin. Me mu nuk ka pas kontakt, por kanë pas autoritetet tjera të vetëvendosjes, ka pas ofertat lloj-llojshme, unë nuk jam konë një gashëm as me ullë me i diskutu, se kemi mendu që janë konsumu mundësit për me pas një bashkëpunim të rrethana me vetëvendosje. Ne kemi thonë që nuk do t'jetë kryeministri Albin Kurti, unë personalisht kështu po më thonë. Nuk është që unë nuk e shmoj Glau Konjufcën. Jo nuk e shmoni? Nuk është që nuk e shmoj, e shmoj. E shmon. Dhe nëse ju kujtohet, para minimum një 10 seanca unë e kom insistu që Glau Konjufca me konë kryetari kuvenit, me bindjen që edhe nëse kemi vakum institucional në kohën kur largohet presidentja, Glau Konjufca ushton mandatin e përkohshëm të presidentit, si kryetari kuvenit Kosovës. Por në rrethana çfarë, kemi qenë, nuk besoj që ka pas seriozitet edhe të vetëvendosja për një koalicion me asnjë subjekt politik. Domethënë, me LDK ka komunikuar me letra,
të OK-ja, kum dëgju që ka pas tendenca edhe për takime. Ti nuk dëgjon për OK-ën. Kum dëgju. Ti e din. Pakten personalisht, në ata me që i kom vetë vendosje, nuk jenë konë sigur që Glauku është kandidat për një me i Albin Kurtit për kryeminist.